Taratori me kungull, po thuj se është ngrohtë tamam për verë dhe shumë i shijshëm. Të dashur ndjekës, jemi në pranverë dhe unë gjithmonë i kthejmë zarzavateve dhe perimeve, më pëlqejnë shumë, e zi presja ato të ulen pak, po tha gotë mirë mami na ka shku menja kungull me koske. Unë detyrova, sot po e bëj me koske. Kam marrë 1 kile kungull, e kam qëru, ishte pak i madhe dava në 2 pjesë, do ta mushim me vaj që të skuqet kungulli, e lejmë të ngrohet pak ynyra, si filloj me ngrohtë. Nuk skuqen si puna patateve. Përfundoj dhe kungulli, duhet ka vërdis pak mirë, ose skuq, më mirë shqip, se nuk ka aromë të mirë kungulli. Ose mund ta futësh dhe në furrë sobës, kush ka probleme. Tashti këtë vojnë do heruin për në fund të pregatitjes së taratorit, se ky quhet dhe tarator me kungull. Do t'i hudh pak kryp, ja hudha krypën, e përzi me kungullin. E lej këtu që të ftofet pak edhe do merrem pak me hurdhën. Ja dhe 2 thelpinj hurdhë të vogël. Da që përdorni të njomë tashi. I përzi. Kosi nuk do ja hudhim tashi, ju thash që po s'u ftof mirë. Kjo nuk ka lezet, pritet edhe kosi. 1 kile komplet me kungull. Ja sa doli, 1 dorë, po këto njallen prap, sa t'i vesh aty, fillojnë e lulzojnë, dhe mu nga kosi. Për të rijen, prandaj lej kështu. Edhe tashi këtë kosin e ton. Në mos kështu e boni me 1 rafse, po unë s'du me bo en pis. Lidhet pak kosi, mos t'jetë uj veç edhe kosi veç. Ashti vendosim kosin mrena në tas. Ja i lidhur si jogurt duhet t'jetë kosi, se jep më shumë shije. Marim defterin që kemi vojin aty, vojin e kungullit. E përzim kungullin me kosi, që të marinohet dhe kosi me aromën e hurdhës, edhe të marri dhe krypën. Ashti hedhim ynyrën. Kjo jep shumë shije, se është marinimi kungullin me kosi. Dhe ka shijen jo, nuk do vaj ullini, do vojnë e vetë, zakonisht, kur e skuqi. Kungullin në vojnë ja hudhim sipër të ftohtë bashkë me kosin. Ky që dhe taratori me kungull, për këto ditë po thuj se është ngrohtë tamam për verë, dhe shumë i shijshëm. Na bëth mirë dhe ne.